A mendon që është më mirë të kesh informacione, se ndonjëherë mund të kesh edhe të gabuar, apo më mirë është mirë të kesh informacione dhe pastaj të marrësh informacionet e duhura, ti bashkëbisedosh edhe me profesionistin e duhur, me psikologën dhe me mjekun, duke filluar nga mjeku familjar dhe specialisti i onkologjisë, se cilat janë ato të mirat dhe të cilat mund të ndodhin gjatë mjekimit. Akoma kemi për fatkeq në Kosovë, kur ne kontaktin e parë kemi me familjarin e pacientit dhe pastaj me pacientin, tentojmë në farforme të japim informacion, që ti tregojmë se çfarë bëhet fjalë, meqense akoma prapë të jemi të personat e parë që japim informatën se çfarë dhënë pacienti, ai kalon 2-3 hall, ka dhe në fund janë të ne në onkologji, ndoshta ndonjëherë vjen sa për informacion dhe nuk e di se du të filloj për me mjeku, mjekimi ka dhe i ka të mirat e veta, ka rreziqet e veta dhe i ka benefitet e veta dhe në aspektin psikologjik kjo ka shumë vlerë dhe shumë impakt në shëndet të pacientit, pra, në mirëqenien e tij. Dhe kjo na sfidon edhe neve, dhe dhënia e informatës ka qenë shumë sfidë, vazhdon të jetë sfidë për ne, pasi kur i thu dikujt ki këtë sëmundje, dhe ai e merr ato ndonjëherë kur nuk është i përgatitur si diçka të jashtëzakonshme, dhe ne tentojmë, kemi pas raste në karrierën tonë kur është dashur të marr një koma gjatë disa javë. Për ta pranuar. Për ta pranuar, smundjen e vetë se çfarë është, për ta pranuar pastaj, për ta rivlerësuar, diskutuar me ne, me anëtarët e familjes, me ekspertë tjerë, ndoshta edhe për ndonjë mendim tjetër se a është e duhura mjekimi apo duhet bëhet diçka më shumë mirë që ai pastaj të vazhdojë të jetojë, të trajtohet dhe të vazhdojë jetën normal në familjen e vet, në rrethin ku jeton dhe profesionin e vet.